Butrinti gjithmonë ka qenë ai tipi arktus, ai sherri i shtëpis, që ta ka kthy shtëpinë më mbrapsht që themi ne, po. Mirë po, çka e ka karakterizu qysh nga fëmijëria e tash, është një kujdes të jashtëzakonshëm e ka për secilin prej neve, një dashuri të madhe që e ruan me shumë kujdes, edhe gjithmonë është aty prezent për çka do që ne kemi nevojë. Ka pas raste se Butrinti ka ardhur në Kosovë larg familjes së tij, kur ka qenë 17 vjeç, edhe pa të fillu karrierën muzikore dhe jetonte me mua dhe me babin atë kohë. Unë jam mundu në atë timen, ju gjinë do afër sa më shumë, se ajo është një vetë më i madhë se unë. Atë prati, ta s'ke qenë një lojforme edhe si ajo motra e madhe, apo edhe nëna në shumë raste? Jo, ajo është një vetë më i madhë se unë, po e kam udhëzu, e kam ndihmu, ajo është i mençur mjaftueshëm edhe nuk ka nevojë për këshillat e askujt në fund ditës, po jo mundu me ju gjinë do afër që mos me ndje mungesën e hallës edhe të familjes, po në Butrinti thjesht është ai që shihet në televizion, po përtej asaj është njeri shumë familjar edhe lumni që e kemi. Përpros pra shpirtit të artistit që ka, është edhe një djalë me një zemër shumë të madhe. Cilën këngë të ti e ke kështu favoritën? Që pavarësisht sa nxirren të reja, ndoshta ti edhe nga fillimet, me që keni qenë në atë kohë shumë më të lidhur, kur ka shumë më të lidhur. Pra, thatë që keni jetu bashkë në fillimet e këngëve të ti. Vleron të them se secilin prej këngëve ti e dëgjoj me shumë dashuri edhe pothuajse çdo ditë, nuk është që munde me veç unë, se realisht ai mundohet, e di punën mbrapa çka bëhet, edhe mundohet me sjell një produkt sa më të mirë te publiku, edhe më qëndru afër fansave, kështu që nuk munde me veç unë, se gjithë ai ka perla për mua. Jo, ta besoj, se e vështirë është me ta drejtën, se ka këngë shumë të bukura, dhe këtë se them veçona po ti, po e thonë edhe publiku, edhe njerëzit që ndjekin atë nëpër koncertet kudo që shkon. Kur flasim për familjen e Rina, gjithmonë e duam shumë që ti kemi pranë. Biles e dëshirojmë edhe fare, nuk du me mendu konceptin e largimit të tyre nga kjo botë. Por, gjëra që ndodhin, e të cilat normalisht dikush i përjeton më vështirë, dikush i menaxhon më lehtë, sepse dhimbja, pa diskutim, është nuk krahasohet. Ju, një nga dhimbjet më të humbjet që keni përjetu, është ajo e gjyshit. A ke qenë ti shumë e lidhur me të, ke arrit me mbyll, me qelës disa memorje shumë bukura? Për mu, një ndër humbjet më të mëdha jetës ka qenë humbja e jetës, largimi i gjyshit prej jetës. Edhe është... E di të kuptoj, edhe është krejt e natyrshme, ajo pyetja ime, po vrehet që keni pas një afërsi shumë të madhe. Unë jam rrit me dashurinë më të madhe të gjyshave, edhe jam falenderuese për jetë se nuk e kam pas veç dashurinë e prindërve ose kujdesin e tyre, po gjithmonë nanën edhe babin Dani kam pjesë të pandashme të shpirtit. Edhe... Kamerak, shërbeu, mos tanin, duket që kam edhe disa fotografi të cilat po më lëvizin gjatë gjithë kohës, mandej do dua që ti komentojmë pak bashkë. Patjetër, edhe mund të them se është një ndër momentet më trishtueshme të jetës time, pavarësisht që kam pas fatin ta kem gjallë për shumë vite të jetës time, ai ka ndru jetë në moshën 92 vjeçare, edhe... Pra të ka pa teksa rritesh, të ka pa teksa formohesh, Më ka pa edhe sa jo më bën nanë, edhe që ka qenë gëzimi më i madh, se ka pas mundësi edhe vajza ime me kriju disa memorje të vogla, ose unë t'i kem ato që ata dy kanë arrit ta njohin njëri tjetrin. Babidan ka qenë i shkëlqyshëm, krejt që ka ne jemi sot është falti, edhe kjo vrehet me shembullin që na ka dhënë me disa virtyte që nuk mësohen, po ai ka trashëgu te anëtarët e familjes, është mundu me na tregu që duhemi me qenë sa më të edukum, po jo veç me pavarësisht çka arrin në jetë, sërish duhet me kujtu se kush ke qenë, edhe mos me humb veten në botën që po na rrethon. Fakti që ai të ka pa dhe si non, ka arrit të kaloj momente edhe me vajzën, duke që pavarësisht
po e them, po rithem që do donim t'i kishim gjithë jetën, po atë kanë ngel në një peng tjetër, ose